Rusia, vetëm ajo, mbulon rreth 10% të gjithë sipërfaqes toksore të botës. Është një gjigant mes shteteve, duke ushtrirë në 17 milion kilometra katror dhe 11 zona kohore. Kur në Kaliningrad është koha e mëngjesit, në Kamchatka njerëzit tashmë po han darkë. Ke dëgjuar ndonjëherë për liçenin Baikal? Ky liçen i lashtë është më i thellë dhe më i vjetri në botë dhe mban rreth 20% të gjithë ujit të ëmbël të pangrirë të planetit. Rusia gjithashtu ka lumin më të gjatë në Evropë, lumin e fuqishëm Volga, i cili shtrihet mbi 3500 kilometra. A i dije se vendi më i ftohtë i banuar në tokë ndodhet në Rusi? Në Oymyakon, temperaturat kanë rënë deri në -71.2 gradë Celsius. Për më tepër, Rusia është shtëpia e rreth 12% të vulkaneve të botës, me Kluchevskaja Sopka, vulkani aktiv më i madh në hemisferën veriore. Rusia ka gjithashtu kufirin toksor më të gjatë në botë, me mbi 60.000 kilometra, dhe zotëron rezervat më të mëdha të provuara të gazit natyror. Mos harrojmë edhe pyjet, Rusia ka sipërfaqen më të madhe pyjore në botë, duke mbuluar rreth 20% të pyjeve globale. Cili fakt të habiti më shumë? Shkruaje në komente.